Vendimi ka qenë shumë i vështirë, prandaj edhe ceka ma shumë vendimin e kam marrë edhe për shkak të gjendjes emocionale të vajzës, së zhvillimit të saj emocional, duke marrë parasysh se lidhja ose martesa vërtet ishte toksike dhe nuk sado që kishte tentativa të përmirësonim lidhjen, prap ajo nuk u përmirësua, kështu që vendosa me rrit vajzën vërtet në qetësi, që mos jetë pjesë e debateve dhe pjesë e zënkave patjetër kur çifti ka konflikte, jo gjithmonë është i vëmendshëm për prezencën e fëmijës. Po vajza çfarë moshe ishte? Vajza ka qenë 4 vjet. Vajza si e përjetoi? Them drejtën, prandaj e them ceka paraprakisht ka qenë një ndër vendimet më të mira. Vërtet vajza e ka kaluar shumë mirë këtë periudhën, ndoshta pse edhe lidhja shumë e fortë ka qenë me mua, edhe unë gjatë kohës kur vajza ka qenë e vogël, kam të gjitha ato angazhimet e mia i kom lënë anash dhe i kom përkushtuar vetëm vajzës, prandaj në pjesën më të madhe të kohës ajo ka qenë prezente me mua dhe gjithashtu ka qenë edhe lidhur më shumë me mua, për shkak edhe të punës së bashkëpunëtorit, i cili një pjesë të gjatë të kohës nuk ka qenë prezent. Prandaj mendoj se kjo nuk e ka ndikuar keq, përkundrazi mendoj si është një ndër hapat më pozitiv për zhvillimin e saj.